E para prej tyre është se Gadishulli Arabik ishte vend i lirë. Në përgjithësi Gadishulli Arabik ka qenë vend i lirë. Nuk ka pasur ndonjë sundim total mbi gjithë vendin e Gadishullit Arabik. Po ishte çështje fisesh. Në Mekë sundonin një fis apo disa fise më të rëndësishme, në Medinë ishin 2 fiset më të rëndësishme, në Nejd apo në krahinën ku është Riadi i sotshëm ishin 2-3 fise më të rëndësishme e kështu me radhë. Dhe asnjëri prej këtyre nuk kishte sundim mbi tjetrin. As në aspektin e besimit nuk kishte pra ndonjë besim të përbashkët që i sundon gjithë, sikur të ndodhte kjo të kishte sundim të përbashkët apo besim të përbashkët dhe të organizuar, atëherë do të ishte shumë rënd që të përhapet thirrja, sepse njerëzit do të përmbaheshin me fanatizëm ndaj asaj cilën e kanë. Dhe edhe kjo tjetra, nëse do të kishte një sundim total, siç ishte për shembull tek romakët apo tek persianët, edhe kjo do ta ndalonte, nuk do t'i lejonte thirrjes që ta ketë atë shpejtësinë dhe fuqinë e duhur. Kurse Allahu subhanahu wa taala ne dim se ka desh që kjo thirrje të shkojë në mënyrë natyrale. Edhe pse e ka ndihmuar në shumë prej rasteve pejgamberin alayhis salam me mrekulli, me muxhize, me gjëra të jashtëzakonshme, mirë po shumica e thirrjes ka shkuar në mënyrë natyrale, për t'ju treguar njerëzve se ky Kur'an, ky Islam, kjo fe është për njerëzit, nuk është diçka mbi njerëzore të cilën njerëzit nuk mund ta praktikojnë, po është diçka të cilën ata mund ta praktikojnë dhe mund t'i përmbahen, sepse ata të cilët e kanë përhap fen në fillim kanë qenë njerëz, shokët e pejgamberit alayhis salam, kanë qenë njerëz, ata që e kanë praktikuar kanë qenë njerëz. Edhe pse Allahu subhanahu wa taala i ka ndihmuar në shumicën e rasteve, mirë po në esencë kanë qenë njerëz. Pra këto 2 faktor, mospasja e sundimit total politik dhe sundimit total fetar, kanë ndikuar që të jetë toka e përshtatshme për të përhapur besimi i saktë.